Shikues të nderuar, mirë mbrëma. Sonte jam shumë i sigurt. Ama sonte jam full i sigurt. Sepse sonte musafir e kam një general, i cili ka ardhur me na neru, me na respektu, që besa dhe më na qel derën. Edhe në vitet 98-99, ky bashkë me shokët e tina na kanë qel derën, ku dyrt na i ka pas mshel regjimi fashist i Miloševićit. Sonte në sofër na ka nderu një ndër celulat e para të ushtrisë lirimtare të Kosovës, bashkëluftar i Adem Jasharit, që besa edhe doj i Adem Jasharit, general Temeke, general Feseke. Ma shumë ka ky funksione se unë se kam vjetë. Sonte në sofër na ka nderu nga Gallausha general Gjevahir Geci. Gjevahir, mirë mbrëma, mirë se erdhe. A je lodh? Qysh kalove? Me shior, me plet bereqet. Një u mirë rish lirë si me kom midis laushe. Ja kemi bojë zmetën me kom më nëjtë lirë tash. Në sofër që shpo njëhesh? Për në sofër për njëna mirë se jemi veç në ti. Për ndryshe, ma heret u dashtë më këthy këgja si në kra, për me shti veç një gumë, veç një kom. E tash veç në ti? Po thu, s'ka ma kalablak që shë në koha? Tash atë familje që kemi jetu ma heret, kanë fillu më ndajë që kush me jetu për veti, e për më do këtë ma mire ka, se për ndryshe e ka pasë e ku lezetin e vetë. Kurin të bu 20 moshë këtë duhet, edhe ka 3 një atu këthy, o ka një fashëriti. Mi që dhe këtu ta kanë ljo këto? Këtu mën me hongër pak ma shumë, me zgjidhe pak ma shumë, edhe me hongër ma ka dale, për ndryshe atyre dash më ngi për 3-4 minuta edhe më qumë e jetë. Atë mungën sofra sot, se pak ka shumë jenë hu, pak do tavolina i kanë boda fartryesa. A ka sofra halo? Ata që në rritë me tradita pak ma të vjetra i nga mungojnë gjitha. Po ka një here e përsëritëm edhe për kurreshtje, edhe kem da ujtë atë vogla ka pak të improvizume, edhe kur vinja 10 shok kryesisht a 15 luftës, i qënë që aty në vëtë. Kam djallin e mama ka bon që atë farë ujtë. Marakli për thuaja? Nashta pak për danë me ngrit vlerat e babët vetë. A një shumë? Se jetë që është fërë të marakizji, sa jetë në shëjë, për i ka morë dhe fotografi kryesisht të luftës. E ka bo moderne pak. Edhe ka bo pak edhe si lej muze, edhe në jodë nuk më ngështojnë një 20 djemë tash bura, se djemë mos më vinë mu, djemë 3. Tash da vyna ja jodë për fushata. A moshet as moshet? Për fushata po na i keshin oda ta djemë të rritash që janë. Pa jo, pse po të bunin në oda. E ku mo të bu, thuj? A dhe që kanë pas bon fatë me limes që të bu të Malisheva. Po, në Malisheva, në Kleçk. Në Kleçk. Ti vjen prej venit, gjithmonë sofrën e ke shtru. E ke shtru me barot. Unë e shkejti s'kam barut se mu ka lak baruti. Po, mirë se t'ka përru zotin sofrë, buk e kryp e zemër, edhe misht nga mishtoria Gjushkun, edhe qaj nga e jona. Mirë se ke ardhë. Falënderit, e mirë se u kem qetë, buk e kryp e zemër. E barut. Ma betin e kitë mirë, qatë të më veç ku më të përgjith ka pak. A pi qojnë ashtë dhe nëzëjhën pak muhabet? Zotën, unë e pi qojnë, po nuk e pi tronë si me konë që shpëtë një pi drenicë, pak ma të letë e pi. Je manë mesa? Pas që manë mesa, po, se edhe jëmë reformu që një 25-60 vjetë veç në Prishtini kam punë. Pak po duhet më përshtatë. A ma qaj me filtera jo? Jo. Asë pja soja? Ka njerë pëso. Nuk bana heq. Të në herë të rëshin, këqër ma qeren e që të ma qojnë. Tash po thëjnë në rësh. Këqër ma qeren e që të ma votën. Pe që jesëm ka i qaj edhe në zëjëm në shtë mua bet. Eloj, mu me konë asë së më kërësit kërës qaj, me qere asë votën, se kam qeren e kizë. Që qeren? Mirë, taman. General, jem nëntor në muin e festa. Ditën e flamurit. Dalin publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës s'ken, si edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Vinin nga Gallausha, nga i vend ku për herë të parë ka dalë s'ken ushtria lirimtare e Kosovës. Qështë e kujton atë moment edhe atë datë, general? Tash me folë për 28 nëntor. Pa këthyët e 26 i pak të banë. Hajde, general. Se ka qenë një ballaveqim i forcav të QK-s me forca sërbe, ka qenë lufta e parë frontale në mes këty dy forcë. Edhe thamë drejtën, ma shumë ka pas ato mjetët bindume të forcav sërbe, se që ka pas ushtarë të QK-s
në ato grykë mollët, që jemi konë ja 5 grupe, gjithëset 24 vetë, a 23, edhe jemi konë shpërndame krypa. Fatë barësisht, edhe i lutë nga Zotit pej tukën qëllë që ma ka dhatë mundësi me konë mënirin ma të fortin, edhe ma të miren, edhe një njëri që ka bon këthes në historinë e popullit shqiptarë, si dhe mos Kosovës, komandante legjendara dhe mjashari. Ka qenë organizator, ka qenë koordinator, ka qenë kyç njëri në gjatë asaj pregaditje të kësaj betejë. Ku kemi dalë, si mbas gjithë kësaj, ka qenë filli të Abedin Reza. Kur është bon sulmi ndaj Abedin Rezës, Sandokani. Ai ju ka përgjigjë, edhe kemi morë mosat na me 26-ën, me 25-ën, gjithë notën në Sarajevo. Kemi orën për kaze, kemi lajmëru komandantin legjendar, e kemi njoftu, edhe kemi lënë pjekën në Sarajevo të Sulejman Selimi. Atu jemi të bu, djemë, po thamë, që kanë qenë të ilegales krejt, po thuaj, se Drenicës, edhe jemi koordinu asë një gjëmë pësym se kemi bëhat natë. Dikun kanë 4, para 4 me nëzës, jemi dalë në vendin e qujtë Rezallari. Ato 2 bjeshkin da, nëna bjeshkin është e Lausht, tjetra është e Rezallë. Jemi konë një 5 grupe, edhe mu gati më ka taku me i bartë gjithë ata dhe jemë gati, me kirën e komandante legjendare. E ka pas një Opel Ascon, pa tabela, kërë ti u konë që ja ka përnu rifati. Pe Gjermanisë. Pe Gjermania, edhe ka shfridzu për raste kur ka pas medalë me utu dikon natën. Ai, të fundit e këmë përmu Adem Jasharin edhe Muj Krasniqin. Kapuqin. Peja Asareve. Edhe në karo, si nga ta ngatat kemi qenë në pozicione, po ka qenë një ndër betejat më të mira, më të suksesme, që jemi ballaqu ndaj forcave. Po. O konë diçka e pa imagjinueshme, me i bon, mu turpnu forcat sërbe me këthy. Gjitha ato blinda, gjitha ata pishgavera, ndihmum edhe pe helikopteri luftarak, i cili shpesh herë nuk kemi pas municion të mjaftu shumë adekuat që mujna mi dëmtu. Ka qenë një Rahim Hoxha, i cili e ka pas mitralezin Adem Jasharit, edhe ai ka bo mas shumë të në atë drejtim për mos më lënë helikopterin me dëmtu. Kam qenë, po të thamë, djemë që ju ka në udhëheq edhe masanej luftën, edhe janë ra edhe dëshmor, Ilas Kodra, Abedin Reza, Muj Krasniqi, Nuhi Geci ka qenë, Vlavi Sabit Gecit, edhe ka qenë pjesë atu. Po i numrova në këta të gjallëtit. Dhe këta që kanë ronë në atë beti, për ndryshe kanë qenë edhe djemë të thashë që kanë edhe që edhe masana i luftën, kanë qenë komandant zone, që ka qenë Sulejman Selimi, një djallë i ri, po një djallë shumë i pregaditun për një mision që ka qenë lufta guerilile e ushtrisë timtare të Kosovës. S'pëdi, a me i përmend gjithë aja, mos po na bëhet shumë, po gjithë se cili ka qenë këtë luftë më mirë se tjetri. Qaja kryesore. Po. Folë ty në Gjithë se cili ka lujtë atë rolin e vetë. E tanë që shka ndodhi? Pe asoj. Po. Pe asoj, helikopteri u largu ma herët se që ju njekë forcat të sërbe këtu komësërisë, këtu automjetet e blindume, edhe pretendohen që helikopterin e ka godit me mitraledh. Edhe u tërhjek, dikon a ka ra rrugës, a ka mujtë me mërinë Prishtinë, nuk e di. Mos të spekuloj. Masa ne ju në tërhjek forcat sërbe, ju në këthy. Që ata kanë pas destinacione me shku të Abedin Reza. Te Sandokani. Ku kanë, i prit një ditë për pare, ka prit me një duel kështu, dy luftim. E ju në këthy për skenarit, ju në këthy të turpërnu. Masa ne na, jemi tërhjek edhe na. Kur kemi pas që në tërhjek atu, jemi të bu një fshat ofër aty të shil, edhe jemi shku në Qarev të Sulejman Selimi, kemi përshu atu, edhe jemi këthy gjithkosh në drejtimet e vetë.
Kur kemi orë në laush, kemi morë vesh që u plagum socialet. Sosi, po. Halet Geti në Te shkolla. Të shkolla, në shkollë. U plagu edhe në mrome ka vdek. Halet Geti në kemi kushëre, Sabit Geti ka edhe kushëre të afër të gjakut vetë. Edhe familja ka pretendu të nesërën me 27 me Varros, në koordinim me Sabitin, me djemë të laushës atë tënd, jemi shku edhe jemi koordinu që mos më Varros me 27-ën, po me 28-ën, arsyja më përgadit sa ma mirë, edhe vërimi tina me morë mosat na si Ushtrisë Timtare Kosovës për sigurimin e gjitha saj mosa, edhe me morë gjitha mosat që Ushtria Timtare Kosovës dikush për nesh me dalë në skenë, edhe me të regu gjitha ti poplit, po sigurisht ka pas atit edhe mediat shumë ta, edhe me të regu gjithë botës që Ushtria Timtare e Kosovës egzistan, pe gjirit ti poplit, edhe ne pe sotit, edhe ma herës kera me anal pushkën ushtrisë dhe policisë sërbë dhe të shpurën për këtuj. A u kohë planifikune Moj Krasniqi, Recep Selimi, e Daut Haradinaj me do në skenë? A u kohë para pregaditje, a u kohë spontan me dalë? Që na të nuk ka pas zgjedhje personalitetet. Nuk ka pas. Po Moj Krasniqi konë me pa për dukjes gjallë karakteristik, me mjekar, edhe konë sa doshi vendosën. Jo pak për shumë. Edhe s'ka pas nevoj shumë kamaflash përveç një parë syza me në gjitë. Ato nuk jënë konë djelit atë kur gjahit, po gati si tyne që nuk shkojnë mirë ka po. Masanej ka ardhë Daut Haradini në Drenis, ka ardhë të na me morë vesh që ka pëndohë. Edhe Dauti ka qenë, do më thonë, ato i pa njaftën për shumicën për njerëzve, ato që në konë të bëjmë. Edhe kemi morë vendim që edhe Dauti me konë pjesë ato. Edhe dishëm që për bëhet ashtë historike, e nuk për vrahëm luft, dishëm dalë në lausha vetë. Se këshëm në asë Dautit, asë mujës, po fatë bërësisht asë muja, asë Dauti nuk nga ka hupë gjithë here për me, nuk kanë bon nërë në atë ku, na e kemi bon nërë, po për atë ku e kemi ngarku me atë mision Dautin. E kemi ngarku me atë detyrë, se e ka paraqitë rëzik. Se ne u dasht një 10-15 vetë kemi qenë veç në mos atu, për fund një polë armatimet që kemi posedu, me morë përgjëtsin për sigurimin e këty në djeme që ndalë në skenë, plus Adem Jashari ka qenë pak ma largë rreth aty në njerëzë. Se dikon janë 25.000-30.000 qytetarë në të barë. E Recep Selimi u konë i vetëmi kë i masku. Recep konë se kanë njoft rreth, e kanë njoft lausha. Si Aqareve, Zdrenicës, që të po. Edhe e ka përdur Moskën, po prap gati të gjithë e kanë njoft. Edhe si Barzonët, edhe Gjestët, të krejtë ato, po ne kemi dasht në atë skenarin tonë mu paraqitë sa ma të përgjeshëm, sa ma mirë, edhe me bindë qytetarët, se ka pas fjallë ndryshme. Po, dilshin fjallë. Ja janë të organizume pej Bosnë, ja janë sërb të vra, njëri tjetën, janë ne, edhe na kemi dasht me bindë qytetarët që na jem këta që jem. E qëtë skenarë, kush e ka shkru se e ledzoj Regja? Regja ka qenë si maj mpret për neve, ka qenë pak ma oratur, edhe gjatë fjallimeve ndryshme, se në atë luftës nuk jem fort oratur. Nësë mërë vesh, ti po mi nëzirë fjallët me dona, që shtë mësu si kur të ke më na qitë dësh, më na nëzirë ke fjallët si ti. Sa me të nëzirë për i dësh? Reza ka qenë qartu si ma oratur, për nesh, edhe e kemi pragadit shumit të naj, po njerës që im kanë rratina, dikush një fjallë, po ka dalë a i farë fjallimi, nuk e dhjetë sot me dash me ndryshu, nuk din që me ndryshu ma mirë. Doj i komandontit legendar Adem Jashari. Atë kujtuat momenti i fundit kur je taku me Adem Jasharin? Që që Adem Jashari kretë laushës i ka thonë doj. Po tash, opinionin me sharu, baba jam dhe nona Ademit janë thëmija 2 vllaznive. Doj, bash doj ka pas Ademi i të la Gecin, edhe jenë konë më shatarë. Sejdi Gecin, Rustemin, Hetimin, Limonën, e ka pas bash doj
lot nonës Osman Gecin që ka luftu me ta. Edhe Osman Geci ka qenë njëri ndër mas shumë të që ka gjinë ofër, pa i prashtu edhe këta tjertë edhe mu, që ka gjinë ofër Osman. Ademit. Edhe ato edhe dëshmojnë në fund, që ka shku atë natin konë bashkë me Ademin në Zbic, janë ticë, të doktor Fadil Beka më shku me vizitu Sabit Gjetin që Lagos në Likoshar, kemi qenë edhe na pjesa sojna luftës atje, edhe konë mos jashare, Sabit Ladrovci, edhe shkua Ademi me të katërtin. Që më the takimi me Ademin, Ademi ka qenë në pozicionet e na, se jem konë na Lausha që kemi nëzonë rrugën që shpijës kënë raj klin, trupo në për Laush, pej 6-9 ma forcat Serbës ka kalu asajde deri në korrek kur u konë ofanziva Serbën në 98. Dhe me thonë gati 10 muaj nuk kanë kalu forcat Serbës. E kemi pas bloku rrugë. Edhe Ademi adit ka najtë në pozicione me neve në Laush kodra rredve që i thujmë na. Në hymjet Laush, ka najtë me neve bukur gjatë, në pozicione, kemi bashkë posedu, i ka interesu që shjem me armatim, a ke municion, se tash u pritke çdo moment me pas aksionet forcat sërbe, se ke rasti i Likoshanit, tash i rasti i Rezallës 3, edhe për ditë të konfrontu me ta, kështu që u pritke çdo moment me na sulmu dikon. Mirë, lufta përfundoi. A petu ushtarë ti? Ushtarë general Temeke, general Feseke, aso lullë general lufta? Më mba thonë dikush, qëfar plani ki 97, 98, 99, 92. Kur s'kisha ditë me të reguë, onrën time që përdu. Onrën ime ka qenë e vetëmja, mu liru për sërbe. Kur s'ma ka morë menja, që vinë Prishtinë, edhe ka me konë një farë njëri këqë në ushtrinë e Kosovë. Se historia na ka mësu neve, mi pranu deshtëm mes deshtëm, kush ka fillu kauza, u shtvra. U internu, u burgos, u shpërngull. Edhe na kem edhe gjenerat që na përcjellën sfidat shumë mëdha, po kem edhe gjenerat mas me fat që ja qitëm kulmin, aspirata shtërgjëshve, gjëshve, babalarve tonë, që kanë pas ondër këtë ditë, edhe unë pra po thamë, çdo qash i Kosovës, çdo familjar të Kosovës e ka prek edhe lufta e fundit, po lufta tjera që në vonë për shlirimin e trojeve shqiptare, sidomos të Kosovës. Qysh je kon si general të ushtarët? Atë kanë ngu, a i ke ngu? Qysh e ke posë raportet? Po të thamë, punën që e kom dashur mas shumëte, e kom dashur pjesën e ushtrisë. Sepse e di me çfarë mundi kemi ardhe ato. Edhe kur im penzionu, se na penzionu pak më herët, mos mendoj se jam plak sa ti. Jo, veç e keni më herët, jo dini. Edhe ju mërzit ka gjanë shumë se jemi pas familiarizu me djemë të luftës, me djemë të rritën që erdhen pe akademisë ushtarake, që kemi fillu me pregadit generatat për të me kësë. Po, kur ju mullë me një oficer, me bashkë luftetarin e tem, e kom krasu ato me vetën time. Sepse a i ka qenë bashkë luftetarin ime, ose ka qenë pjesë e qasaj kauzë që isha e dhonë. Po mu ma ka dhonë një besim, shoqënia, ma ka dhonë një besim një detyrë, hierarkia edhe mas lufte, po edhe në gjatë luftës, ma ka dhonë një përgjësi shtesë, se saj në oficeri ose aj ushtari, po kur jemi ullë neja të lira, nuk u mujtë me tha, hej, me kanë përfollu një general të i ushtarë. Edhe nëse ka neja që mund më hu këto me gjitha ta ushtarë që kom rukëtue, une nina jo mirë, po besoj që s'ka me pas një me më hu nëse s'janë qëtu. Se bashkë luftetarin, kur nuk mund edhe nuk e ki ndërgjegjen me ullë, se është në ushtri një farë discipline, ka që rrë.
Se thujnë një fjallë popullore, luftaraku, luftetari, ushtari ka vështirë më bon. Në atë qëllimin ushtari disciplinun, shumë i ngushëm, është një farë rebel. A ushtari mirë mund më bon një djallë që pregaditet pe fillimit, dhe më thonë i ngushëm, nuk e shkilat vinë e plotë si në komunikacion, po pe luftetarit zdo të ka pak me tarë mu prek njerive në qoftë se rebelave të ka pak. Se ke përjetu gjithë shka ke përjetu. Edhe dhe më thonë e ki jatë shpirtin ju në nështrus para dikuj, edhe pse ka në jere nuk në nështru është, mi ndëgju hierarkin tonë ushtarake. Por këmë kalu mirë. Këmë kalu mirë, shumë mirë. Shikus të ndëruar, shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthejmi në sofer. Këtë nëherë thëshin, këtë dhamdhomi shkon guha. Jo, këtë dhamdhomi shkon Dentline. Për dhamë të mirë, të rahatshëm, e të shëndosh, e ndoshi me kesh mirë e shlia që shtosione, për këtë kujdeset Dentline. Dentline e cila gjindet në Prishtinë në rrugën B. Dentline. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka të shkësh, bane breka i shpi. A që Arjani Kompani ka po shkojke, po marojke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtinë, e tash edhe banesa në zemër të Obiliqit, Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të mishtore Gjoshkon i gjeni gjitha produktet e mishit. A që ju, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjonit gashme. Nuk keni nevoj më lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtinë, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon kur nuk ta len sofrën thot. Në shtëpi teme nuk po muj me nejt ma pa përkthys. Krejt shtëpia me gjutë huja. Djali me gjutë huj, reja me gjutë huj, mesat me gjutë huj, nipat me gjutë huj, ani edhe gruja me gjutë huj, veç unë shkreti jo me tangal. Edhe unë tash prej natit tyne kam i mësu 10 gjutë huja. Se kam mësu edhe venin, edhe adresen, edhe shkollën. Shkolla e gjuve të huja, Renault Kurs. Të Renault Kurs hin pas një gjutë huj e del me 10 gjutë huja. E gjonin e Prishtinë në rrugën Muharrem Fejza, dhe në pikën tash më të re në Fushë Kosovë në lagjen Eliza. Renault Kurs. Gjithmonë kom pas qef në kere të mira, kere të rahatshme, kere të amat për plesh komode, që edhe ku t'i grash, as kafen më t'a delë. Kej këto kere të mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kere të muj autocenter. Të muj autocenter shkoni kom, e këtheni me kërë, muj autocenter. Metalbau, nishi është për prodhimin e gjitha produkte metalike. Shkata shesyni, po ta marojke Metalbau. Dyrë tekrit të mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjonit të Metalbau. Metalbau jo se punën e vepron e monton në krejt Kosovën, por në krejt diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. Renault Muqiqi and Blaca, s'ka ma i fort. Jo mon përfundim se mjeshtri keq, ta gërdit edhe kerin. A që une,
ju mëron mjeshtër të mirë, e në servis të mirë, se zorët në barkë për ja dekerit. Renault Mucici and Bloca, i specializuar për kerre franceze. Renault, Nissan edhe Dacia, shumë lehtë gjoni, në magistralen Prishtinë-Mitrovic, në kilometrin e 3 në Shkabaj. Renault Mucici and Bloca, vazhdojmë. Gjithmonë pasullin e kum hongër ka një kokër. Atash pasullit për ja hok këtë kokrat. A e dini pse? Që ta shimëron pasull të mirë, në pasull shëndetshëm, e cili zihet me një valë. Pasulli e jona, e mas pasullit shka shkën? Shkën një qaj i mirë. Qoj e jona. Edhe mosafirët se përdin se e pi qojnë e jona brend nga Emona Center, s'po malqojnë derën. Qoj e jona nga Emona Center. E tash po shkojmë pak në Hanover, Gjermanis. Kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë serioze. Po shkojmë dhe Zmojlaj. Zmojlaj Bau, e cila merret me të gjitha llojet të ndërtime. Po marroj ke prijos dhe në zhe. Anje ka dhe Zmojlaj House Technic, e cila merret me instalimin e rrymes, ujit edhe nxemjes. A, për nxemje këta ishin kapake. Këta po të nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmojlaj. E tash po nalëm pak në klinë. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejti gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thojnë fëmija jam ti e baba, edhe Bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics për zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në pej edhe në prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në klin e ka edhe restoranin e vetë. Restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjindet në klin në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kerre franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kerre franceze është auto-eni. Servis i specializuar për kerre franceze. Për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerrëm, po edhe shet kerre të mira. Auto-eni i cili gjindet magistralen Prishtinë-Mitrovic në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-eni. E pas marketingut këthejmi në emision me generalin edhe deputetin. Tash, prej frontit luftës tap në Parlamentin e Kosovës. A ka deputet në Parlamentin e Kosovës i enar prej frontit, ama prej frontit Facebookit? Ona mëj me të numru një 10 gati që janë aty për një enar prej frontit luftës. Atë luftës? Po, në atë kuptimin, lufta ka përfundu që në 26 vite, po janë djemë që edhe në konë pjesë ilegales, janë djemë që në konë kanë pasë përgjësi në luft. Hierarki. Edhe janë djemë që hala janë gjende me kontribu dhe onë menaj që kontributi tyne do të me konë hala prezent. Edhe mas lirimit, edhe mas lufte. Edhe në parlament, edhe në qeveri, edhe gjithë kënd tjetër. Sepse një personalitet që konë gjendja me luftu për venën e vetë, e me sakrifiku, jo veç vetën, për familjen, ajo është në gjendje, kur nuk mund me deviju për qështjes të merë fill të ndërtimit të shtetit. Ajo as nuk shritet, as nuk blejet. Ajo është, ka njerë në thujmë kretë që të jetë që a kemë atë luftë, e kemë gratis, e kemë bakshish. Se të thamë drejten, për kretë ty në bashkë luftëtarët mi, as një për ty në nuk, kur kemi najtë, se në sofra, atëherë kemi najtë ka njerë, nuk kemi pas ndër qakt kena me po mas lufta. Veç i shalla shliruat Kosova. Veç i shalla e gëzojnë rinia këtë vend të unë. Kam pas herëm, kanë bon pyjtë se kur filloj egzodi, i shpërnguljev, i dëbime në Macedonije, në Shqipnije, tash u takojshë gjatë levizjev në turmat qytetarëve që ishin strehum në për bjeshka, në për proje,
qa po bëhet me neve, ka po bëhet mirë, ka më shiru Kosova, po kur? Pa janë dalë një 2 milioni për Kosovë, qa ta mu këthy, bëllë bëhet me qëta. Edhe na vrafshë neve krede në me zbohet. Jo, disa kishin shprejse, dëshirëshin qashtu me konë, ja për përgjem qeve dhe na me prit lirin. Edhe na vjen kes që njerëz që kanë kontribu shumë për këtë vend, që kanë dhënë shumë për këtë vend, edhe e kanë dhënë dhe jetën. Edhe të paktën të këshin shiju këtë leri që na përshijujeme sot. Po, për mjë dollë hakësh atyne, unë besoj, unë du me qullë si apel, qeveria ju me konë më ndërgjeshme. Ndaj këtyne vlerave. Ndaj këtyne vlerave, ndaj shtetit mas pare. Si ti jesh përgjes ndaj shtetit, ti je përgjes ndaj gjitha kategorive të qytetarëve. Pa dalime, pa marë parasysh. Je i zoti shpis edhe për ma të voglin, do të më kujdes atje. Qëra na kem familje ta zëmbetës. Nuk është tash djalla zëmbetës e qika zëmbetës, po janë familje. Pasarski. Po, Sternipa. Ke Hasan Prishtinës, Shaba Palluve. Mehmet Gradicës. Mehmet Gradicës, Bajraktaret. Këtë atyne, që ata mjaftan me pas një shaj dikon që shteti është të kujdes për ta. Jo tash mos flasë për gjeneratën e luftës të QK-s. Ka prend që kretë fëmini ka jepë. Shamëlla e nona në Gjakovë që është ati. Flet me bashkëshortë me djemë. është familja e Ashare, kush ka qef ma mirë se familja e Ashare me po shtetin të shkumore një. Po jetë për para. Kush ka qef ma mirë se familja e Radinit me po shtetit që përshka more mirë. Na gjatë turkëtimin mujna me po gabime të vogla. Po jo gabime që mu qu në eks politikan, eks deputet, me na thonë jujnë me listën sërbe. Jujnë me listën sërbe, edhe ju i shërbeni Sërbisë së e Kosovë. A ka fjallë ma venduse? A ka fjallë ma të keqe që kjo fjallë nuk përbijet, mas një qmem nuk përbijet? Ma more pytjen, Albulena, a ju kështë qitë një në fotografi tonë dhe ju kështë rokë që nej? Kër më kanë shti në listë mas pare, për me deputet, edhe të portalet për publikujnë sahurat. Po me. Ja kështë njës me dhonë komente jo të mira, jo veç për mu si që verë për kështu. Se im konë ka thirja 2-3 herë, sa me lështaka me dhonë hiqëm për listës se s'po mi shami dëru. Se neve si ushtarak, edhe kus nga ka dasht fër dikush nuk nga ka shajt. E në politika pak, po ta, po në këmë thonë që gjuha jonë nuk ka me konë që ka me shërbju rejtja. Gjuha janë u mësu me konë sa ma bashkuse. Po kanë herë për të shtishin me gëlltit, me qykë të zorit, me thonë në momër e burë se ty as bab gjyshë jëtë, pas ty s'ka thonë kush për na marë për ditë sotit, e sot e ke marë një farë besimit qytetarëve, e jarë që tu, e tash kretë të vlera dhe me përbaltuës, ose se ki mirë. Ose se ki mirë, jo që se ki mirë, po në tanë që nuk jam nëjë farë personë që di më hongër fort atë në parlament, po kur të thamë se ki mirë, e shtyju më në ti pasha zotit, veç mëj mja lapanxerë, ndaj shërblok, jam ma lapanxerë, mu ma hize, për ndryshë nuk di fort më hongër atë, Po, nëse na kena me mendu, djemë të luftë, se që kemi ndonë rrugën edhe ju kena bon thërë në syve sërbit. Veç aty në pushtuzve që i kanë pushtu Kosovën. E s'kam besu që ka me dalë një klasë politike, që ka me ditë, me të një losë, edhe ka një herë më nalë me menu, hej, mara jam qaj që për më thë qaj e ja. Une krenohna me rrugtimin e shokëve të mi, po krenohna me vetën time, e familjes time që kush me gërsht nuk më në nabon. Me krejt që ta që këmë rrugtu që i një për fillime, kush me gërsht nuk më në nabon. Tash, a kemi mujtë me po punë të ma mirë, a ma kesë, për ma mirë, ka gjithë herë venë për ma mirë. Ta po mënohen për ma mirë, gjithmonë. Në luft ke pos shok pushkës. Në parlament, a ki shok të fjales?
Po moj me thonë tash, as kam fort, as nuk kam. Normal që ka shukë Se të po fjallë. ndryshojnë shumë. Po në politik, Po ndryshojnë politik. në politik, po ndryshojnë në senet. Ha, peshe? Edhe në luft, dhe isa ka pas djem, kur jena balavacu me rrezikin djeta vdekje, ka thonë, ka për durët, ka thonë të rritë që dy se do me kaluën që sajte, se ka 99% e ke prit në ashta plumin. Dhe më thonë, nuk ka kun knasimat më kur i kujtoj që ata njerë kur e kanë shprejt që ata. Edhe unë e kam shprejt në ashta dikuj tjetër, po që ata që aty në djemve, e që aty në burrave që e kanë pas ata gatishmëri vetë me kalu, e mu më mlo me prit dhe të siguran e rrugtimin, edhe nuk e di që shka burë ma të fort, ose i dalë ma të fort se sa që aty në njerëzve. E ka pas aty djemës, fatbarësisht janë hala gjalla ata burra, e ata djemë, edhe unë menaj që ata djemë që i kanë bërë luftën, që ata kanë me konë edhe janë djemë dëshmun sa të tuka me njerëz, sa të kanë frimën e fundit, ata besoj fuqishëm që nuk kanë me pas devjem familje. Nuk kanë me pas devjem procesit për shtëndërte. Ku jeni më i sigurt? Në luft, anë parlament. Në luft nuk keni pas pauzë. Anë parlament keni pauze, keni bife, që pesa keni edhe me ditje. Ku jeni një më i sigurt? Shëqara në front siguri e ki veç shpirtin luftarak. Se qaj ta të banë moni i sigurt, për ndryshe, asë një minut nuk e kone i sigurt. Në parlament nuk jem kone i sigurt për arsye se asaj partijë që i takojën, edhe që unë mendoj që ka mas shumë të vlera, prej saj kanë dalë, ato kanë formu djemë të luftës, si Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Prasniqi, e shumë burra që në konë udhëhes të luftës. Masanej, që asaj partijë më ka shti me besu sepse ka bon që mas, edhe ka shfrydzu gjitha mundësit edhe për krasëve tunë që kanë shfrydzu edhe gjatë luftës. Me në ndihmu, edhe me në miratu, edhe shpollën e pavarësisë të shtetit tonë. Edhe më ka bon me besu se qaj parti ka mbrana saj vlera që ka dëshmu, që ka dit, edhe ka bon matë mirën të mëshme për shtetin tonë. Edhe pa hezitu dyherë, ju këmë bashkan gjitë asaj. Edhe më kanë bon më një mirë gjatë gjithë asaj kohë, sepse kom fitu votat e mjaftueshme me konë pjesë e parlamentit. Edhe kom menun që kena me jap një kontribut jashtëzakonisht mirë për kategoritë që kanë kontribu për vene. Sepse na konë të koordinum, ka pas në LDK, ka kësi djemsh, na kë, pa dyshim është ramushi, edhe po thuj sa gjithë ata djemë që i ka Lahia, po, Dautje, ka PDK-ja. E në VV-a ka? VV-ja ka, unë kam një mik të mirë ato, po i ka bindet e veta ai politike, që këmë konë punu me ta në TMK, u konë djallu artë për qashtin, ju ka kyç luftës, dikon 21 vjet, 2 vjet i ka pas kur artë për qashtin në luftë. Tash, s'po do me i bo fushat, s'pja për mene e emnin, hiç, po është djalli mirë shumë. Po, e ka gjetë vetën që atu, i uroj sukses, po, se di, nuk po përputhen as idet, as politika, as çështjet që mu më bojnë me besu që VV-ja e ka mirë. VV-ja është të këshyrë me udhëheqë shtetin mirë. Nuk po mban në asnjë moment prej që ka marrë udhëheqjen, qeverin, Albin Kurti, asnjë moment nuk më ka bon muni i sigurt, ose muni mirë, me thonë qëtë punë e bonit mirë. E ka lujt ma shumë rolin e opozitarit, se sa rolin e kryeministit udhëheqësit shtetit. I ka pas 51%, edhe ma shumë e ka lujt, po thamë, rolin e opozitës të fajsu të tjertë pëse s'pe shkujnë punë mirë, se sa të i fajsu njerëz të vetë që i ka qunë për ministrije, në për dikasterit ndryshme që
shumica në ashta për tyne që kemi dhe gjuhë për këtyne opinionistëve, gazetarëve që kartelën e parë bankare kanë zjerë mas ju bo ministër. Për e non shkurtit nuk kem qeveri. Pozita ja lefojnë opozitës. Opozita pozitës. Kush i ka fajtë se s'kem pas qeveri dhe i betash? është pyetje shumë e lehtë më përgjigj, edhe pse po them nuk jam shumë politikan, që me dhënë sharrime nashta me bindë do tjerë që e kanë diçka tjetër në kry. Po na dim për hera të kalume, kush u dal, cila parti u dal me ma shumë vota, me ma shumë deputet, që e ka pas rolin sa ma shpet me punë qeveri. Që e ka pas rolin me shku me parti që kanë pas ma përsa afme mundësinë e bashkëpunimit, ma përsa afme planet për zhvillimin e shtetit tonë Kosovës, edhe që kanë mujtë me dakortu e me harmonizu një plan të përbasht për me qeverisë. Miloj notet anash. Ka gjatë shumë janë të pranueshme, ka në herë gjatë fushatës me fajsu njëna tjetër. Do të thonë se ka pak jem naiv, i besojmë fjalëve të liderit, edhe po kur kryen zgjedhjet, është mirë më ullë qërtusionet e. Po, laf, qap jam? Edhe po, unë nuk po moj me kry kretë vetë që të punë. Apo ma jep një argat? Apo ma vanë. Po, kë i përqeshke, tash hen në rrjetet sociale, i gjon kretë të kalumës, kush konën e ka fajsu, edhe kush me konën u talë, gjashtë kush kur ka lypë ndihma për me po qeverinë. Edhe Albin Kurti, kur më doget këtë jasharën, këtë sindikalistin, që i thetë me afshtu ka 100 euro mësusa, po të lutë si më dhanë, po të lutë nasi vlad, sa shaj, si kur e përqeshke, midis parlamentit, të lutë nasi vlad. Edhe kë, nuk e di pse u dashtë më lutë, me thonë, ama votën të baj qeverinë. Edhe të vjedhi sa të moj, edhe të baj këtë sa të moj, për këta simpatizantë të mi. O në mas po këtim të kanë me qutë dorën edhe me javë votën Albin Kurtit, se për shtresën e OQK-s, e për lider të OQK-s, nuk ka bo asë një sen. Asë një sen, unë e këmë taku në Gjermani, djemë që u shku me kërku ndihmë për të proteza, apo dhe për të komës, apo dhe për të synit, apo dhe për dorës, për me mbjetu edhe këtë tymër sa e kalon zotë. E nuk u konë gjendje kë me lëshu mjetët për këti kategori. Ona nuk kam as ide ma të voglën që krahi luftës, edhe ona që janë për qasaj që duhet me jabë votën. As që kom dhonë kry parlamentarit, as kom pas ide me adhonë me as një qmim gati. Se glau këtë si adhat votën. Mas janë ndryshoj, që unë e s'pa bona që glau këtë me keni. Që këtë nërë, kur u konë i zëti shpis, jo burri mirë, këtë mosh këtë gati që ashtë i ka pas. Pa thua. Se edhe në këtë dalë nëjë mushkull që i ka gatë dajve ka pak, prap zëtin e shpis ka pas qare për ngu. Edhe unë mendoj që kretë ato që ka egzistojnë njerë që i ka në ekzekutiv, nuk u të zemë me marë frimë për Albin Kurtit edhe për ideju në Mihallit. E që shika në raportet, Albini me vjusen. Kretë aty mu së më shtitash mu me me dona, thoi. Raportet, ata 2 partë janë të i barë gatë njëna tjetërës. Shitash. 2 partë janë të i barë Njerë të ishë njerë si kanë mirë, ta shapet kë kanë rani pika. Ja, nuk janë se ata 2 partë kanë pushtë që shunë që aty. Edhe nuk me thonë që si kanë mirë ata, i kanë mirë. Po njerë si dhe jona me hojde. Kusha qaja për një me? Pasha zotën, deri vëndë si këna ronë fija dhe asna, po kur kanë qenë ata ma burra, ata burrat ma hershëm, ata ja kanë pas në alu me hinë Kosova sa i kretë. Qësoja? Qësoj kretë. Tash, Albin Kurti u tranajk edhe për hijës Kadri Veselit. Shoj bre. U tranajk e për hijës tina të të këvur. Kadri Veseli, shik, Kadri Veseli, shik. Edhe tash Kadri Veseli, që kretë jetën, e rënin, ja ka kushtu që t'i vene, e kjo kushtu e ka pru të jona me hajlin që kretë dyjaja
e din që ajo e ka babën grek, gjyshën grek, babë gjyshën grek. Edhe me ardhë me t'i bon krejt planet, edhe qka me full, edhe qysh mos qil njerë të Albin Kurtit, ka pak po tham jena ligë, se sudasht me ardhë që dërejgje, Greku e Sërbi me këshyrë me na dheq, me na dërigju, edhe me jadhon atë mundësi, atë knasi, asaj me i ofendu peshim thaqet e të poshtë. Kadri Veselin, Ramosh Hadinin, mua, ato tjetër. Pse me 28 dhjetor zgjedhjet, bashkë për festa, që se leshi për shambull ku të shkunën plakat ma ne dikur. Kuna i konvenoj kja? Ne në parti e kemi bisedu këtë qeshtje, edhe kemi thonë, me mira datë mund me konë të konin në stënish. Sepse është që aty a i farmesi, janë edhe ka grubeqarë, edhe se pengon kërkan. Po tash, kjo me 28, grubeqarë gjithës janë këtu, po njerët merën me pragaditjen e festës. Fund vitit. A dikush kanë atje? Janë që nuk u banë kërkon botë zgjedhjet pa i vërshku ndërkombëtarët, këta ndërkombëtarët besoj që kanë me shku në për familjet veta, me i pritë këshëndelat e këta dion ato që ka janë ato festat e tyne, edhe nuk ka me pas, është drë vëzhgus për ndërkombëtarët. Edhe ka me kanë datë penguse edhe për qytetarët tjerë, sepse shumë obligime fund vitit i sjellë. Edhe ty si kry familjar, e mos ta firma ndryshme, biznese ndryshme, njerëz që kanë përgjegjësi ndryshme, ka me kanë pengesë, po e kanë pa këtë mundësi, ka pas ndikim ma shumë Albin Kurti si parti me modhe, edhe të vjosa. Edhe jenë dakordu. Edhe jenë dakordu, e bojshin me shnet, ne jem të gatshëm me ju qasë fushatët. Ajni gatshëm për zgjedhje, partia. Jemi konë gatshëm për shumë sana tjera, shqiptar ka herë që për mustim për qështet luftës, je për zgjedhje, jemi të gatshëm. Ne si kemi shkput kontaktet asë një herë me elektoraturën. Sepse neve kemi morë edhe këshilla ka një herë, kemi hasën pyetje, mas pak të një nditje për 10-20 për krasë për mbështetësve tonë, qa po bane me qëri, a dëni me votu, mu se votane. Mu se hapë një këtë mundësi Albin Kurtit edhe njëherë me degradu qeverinë e Kosovës. Veç gjatë fushatës, së për thamë qindra, mira herë, po nashta 10 herë, gjatë fushatës, bashkë bisedime me qytetarë, në ka thonë, a ki votë për vetë vendosë. Nëse ki votë për vetë vendosë, nuk e ki votë nda. Edhe, kur e japën në një fjallë, nuk muna me ra masë. Edhe pse, PDK-ja u dalë me qëndrem që veç mos tjetë minister, se kanë qenë ashtu vlerësuar për neve, që gjithë dështum për kryrën e detyrat vete si minister, edhe për ndryshe që s'është minister ta votan. Me Emri Krasniqi që ka thonë Albin Kurti. Jashtë kabinetit. Kur e ka thirë për një bised, na kemi mendu kretë që për thirë për më koordinu performimin e qeverisë, me nda përgjësit, apo vjen me i bon ofertë dytë njëni tjetërit, kur u kësi tha veç që ta ma bon, tha bëta ma kërparlamentaren, unë ta vëtaj nën kryetarin e parlamentit, unë nën kryetarin, a e nën kryetarëve, për shkeket për gjitha partive, pako, me votu. I thash nuk ta vëtaj, kretë qa i ke pas minister, one ti marë se njerë dështum, edhe nuk i ki dejnë, se kërë parlamentarë dhëtë me ka gjanë një farë njeri unifikus, me lujtë rolin e një farë politikane që me kretë me konë bashkëpunus, mos më dalu i cilës parti i parti. Ka po anën. Po, ka po anën. Me tonë njëjtë. Po, fatë kësisht nuk ka leja o ide. A i një tu përgatit për lista? Nasë jemi konë me votu asë këto të sudit, kry parlamentarën, kemi mendu që për qëtë në eftyrë pak ma unifiku, se pra për tha, kanë lyp, kemi lyp me bisedu, dhe me thonë, a ditë që u konë qështja e votimit për ta, nuk në kanë jap atë mundësi, edhe e kanë votu. Unë e qëllim është, asë që më shku me votu, se kom ditë që ka më votu në qëfë të ditë. Hisë që a ditë që u konë, ku mungu me qëllim, mos me votu, edhe që jam pishman hisë. Jo bre,
as ma fuqishëm më ka bo bindja që se kom votu kur kom dëgju masanenaj që i dule shkanollet që ka bo punime shkencore kundër UÇK-s edhe a njeri edhe asin njerësh o gjëna me pas shteti jonë në vende ekzekutive, vende kyqe për udhëheqjen e shtetit. Listat a jeni të përgatitur për deputet? Tash është bo, fakte kemi bo, me votën tonë Bedri Hamzën. Është një njeri shumë i qëllum. Është një njeri i dëshmum që jo 2 milion qytetarët Kosovës, po 20 milion me pas Kosova, kishtë ditë edhe ka kapacitet me të dhejtë. Qanë kom besu dhe zhjetë të kalume që kena medalë të partë, kom dasht me besu se kur të thujnë ples në shtëm kërrejt një herë, kur halal më s'ku. Në më rafsh 2 herë ta bajt halal ato të parën. Albini i mashtrej krejt ata votus të vetë që kom i bo Kosovën kështu, kom i bo kështu. Në fakt, s'ka bo kur gjo. Edhe kom mendu që me ofertën e Partisë Demokratike të Kosovës, me kryeministrin Bedri Hamzën, kom mendu që kemi me kalu shumë më mirë. Po tash, i ka bo Bedria të matematikat veta, i ka bo dhe koalicionet vogla ka pa. Do aderime. Edhe besoj që ndoshta kam i bo edhe një listë shumë të mirë të kandidatëve për deputet. Në krye me Bedri Hamzën, Partia Demokratike ka me dale para, edhe besoj që s'kan me qenë zhgënjim qytetarët e Kosovën me Bedri Hamzën kryeministër. Edhe ka me konë një ndër qeveriset më të mira nëse jepet kjo mundësi Bedri Hamzët me udhëheq Bedri Hamzët. Edhe tash në listë kema pet. Që atër kena me full ma shumë me dona, me qekiqa. Gjenal, nga kënderu, te i mose. Ka fshin e rumë. Nga televizioni jonë, nga studia jonë, gjithë shqiptarëve ku do që janë, ja urojnë festat e nëntorit. Famderit shumë për pjesëmarrjen. Ishte knaci, një ambient pak ma ndryshe. Unë ty të kom pa vish në televizor edhe në parlament, gjithmonë kom pas qef me të pas këtu, me të vetë ka pak. Qa po bëhet këtë vend, qa po të bëhet këtë Kosovë, po shqyqëm kalzove. Gjithmonë deren e ki qilë. Falënderit shumë, edhe për i tyje. Me full për luft, kërë nesëm fillim, thash ka pëte kam në ndonë me nëgjesi. Vallaj edhe gjykymi unë zekni. Thash ka më në ndonë me nëgjesi se ki me full sa du. Jo, kjo me epizoda për politik. Për politik, gjithëherë ma pak sha pas qef se na ushtarak dina, ma mirë me punu se sa me full. Qaj farë fjallit. Edhe prap po të thamë, edhe në përshfrytëzoj rastin edhe për mes këtij misionit tuaj, me i uru gjithë shqiptarët, e sidomos veteranët e luftës, invalidët, familjet ma të çmuar këtij vendi, familjet e dëshmorëve, kush ma mirë edhe kush ma shumë se ato që dëshirojnë me konë gjithësilla fest më e begatshme se sa tjetra vitit kaluar. Ju uroj 28 nëntorin. Edhe dëshira e ime është që formohet qeveria sa më shpejt. Kemi edhe të merr kohën e duhur, edhe të meritum qeverisja Kosovës, se populli i Kosovës meriton më shumë. Meriton një qeverisje më denjë, më përgjegjshëm, që i ban më shumë për qytetarët e Kosovës. Edhe dëshira tjetër është liderët që janë në sfidën e fundit të bon Hagë, që unë besoj pas pare në pastërtinë e luftës të ushtrisë ligjore të Kosovës, e pa dyshim besoj edhe në pafajësinë e tyne që sa më shpejt me ardha ata, edhe me u kthy familjes, me u kthy punëve aty ku kanë lënë, edhe besoj që kanë energji edhe kanë kapacitet edhe për me udhëheq edhe me lënë punë, me marrë punë aty ku kanë lënë. Faleminderit general. Faleminderit shumë. Ishte knaci. Shikues të nderuar, ishte me neve sonte generali Gjevahir Geci, edhe deputet e tanat mirat. Mirë mbet që e shihemi javën e ardhshme.